Asnjëri, interesante. Ja, Hoda e pas ka kthyer. Staulandi, po ka gabu, sa Staulandi s'ka pas më pas. Jo, Zoja Hica është një zoj e respektume dhe është shumë e zonja. Nuk thash që s'është e respektume, s'është e respektume. Me vërtet e kemi harru me vjo fond të drejtë. Ka befazoj se herëve të kaluar ajo zgjedhej me automatizëm kësaj radhe. Jo. Nuk po shoh atë zonjën që kishte deklaruar që kemi montuar intervistën e Albin Kurtit. Edhe ajo që kishte akuzuar për montim të intervistës të Albin Kurtit, edhe ato se pashëm. Faleminderit që në më ndihmuat e promovuat Do Arsën, që mendoj që e meriton, është juriste e mirë dhe ka nevojë Parlamenti i Kosovës për jurista të mirë dhe Do Arsa është një juriste e mirë. Kolega avokate. Lumer Abdigjiku, jashtëzakonisht kam qenë i kënaqur kur është pa kryetari i LDK-s, figurë e re, përfaqësuesi i gjeneratës së re, ekspert i fushës së tij. Në LDK ka mundu me bë ndryshime, po sidoqoftë e vlerësojnë më shumë elektorati ata që do të votojnë. Dhe duhet me qenë gjithmonë në listë besoj kandidati numër 1 që kandidat për kryeministër. Do Arsa Fola është juriste e mirë që i duhet Parlamentit të Kosovës. Jehona Lushaku, Sadria po ashtoni femën profesioniste në eksperte fushës e integrime europiane në fushën e edukimit. Është jashtëzakonisht vlerë e shtuar për Parlamentin e Kosovës, por në çdo institucion që bën pjesë për ndryshe. Jehon në kom pas edhe si role model, ashtu e kom pas asistentën në universitet, dhe kur tregoj eksperiencat e veta që me bursë që ka studiu jashtë, ka qenë shtys që me vazhdu në të njëjtën rrugë. Gjafer Gashi, një ish komandant i ushtrisë lërëmtare, jashtëzakonisht i respektuar, po ashtu në politika ka qenë politikan i matun, i maturum, besa e bani një gjest jashtëzakonisht interesant. Pas 2-3 mandateve i humbi zgjedhjet mas gjysore dole dha dorëheqje, kështu duhet janë modelet e politikanëve kur të humbë me dha dorëheqje, mori kthej prapë. Po këtu nuk ja pranon dorëheqjen. Po sidoqoftë që e bani të vetën dhe është interesante. Ekrem Hyseni, një doktor jashtëzakonisht i respektuar në Prishtinë e Kosovë, pak e njoh. Po jashtëzakonisht për të gjitha kambëve kam dëgju fjalë të mira dhe profesionist dhe ja vlen me pas një profesionist të tillë në Parlamentin e Kosovës. Ermal Sadiku, po ashtu profesionist në fushën e ICT-s, kemi punuar bashkë në një ndërmarrje të madhe në fillimet tona të karrierës. Driton Selmanaj është i duhet Parlamentit, është nga Prizreni, është debatues i mirë. Shqipe Pandina, kolege e Jonja, duhet edhe kjo Parlamentit të Kosovës, më ka pas befasu moti kur, se një moti Shqipën, kur tha, kom vendosë me bashkan gjitë lëvizit vetë vendosin atë kohë, kur s'ka pas lëvizit vetë vendosin shumë pak deputet, 7-8, po pa të bë, pa ta befasu në atë kohë. Hyrë të jetë si Murati, është një gazetar jashtëzakonisht e mirë, e një familje të mirë, profesioniste. E Prizrenit, e martuar në Mitrovic. Është një zonë e Radio Kosovën aty dhe besoj që është jashtëzakonisht mirë me pas hyrë në Parlamentin, sepse një edhe fushat e tjera. Shaban Osmane po ashtu një vendas i imi, doktor me profesion, është interesant, është kthyer nga Belgjika, në momentin kur është rrugovist pasionant, në momentin kur ka vdek rrugua, ka arë në varrem dhe ka dhënë betimin që vendas që ka vendaj në Kosovë, që është interesant, ky ka prej asaj kohe, ka punu në Inspektorat Shëndetësor dhe Farmaceutik të Kosovës. Është ndër të vetmit që ka mbjetu, as nuk ka pas aktakuz, as nuk ka arrestu, as nuk njihet për korrupsion, sepse krejt ata kolegët e vet kanë pas afera dhe njihet se ka integritet dhe është vlerë nëse Shabani hyn në Parlamentin e Kosovës dhe i dëshiroj shumë sukses. Ka pas edhe shumë të tjerë që padyshim mundesh me bëra një udhëheqje edhe ose një udhëheqje tjetër me LDK-n, po